Përshëndetje miq të Express Rose, po takojmë edhe këtë prend për të shpalosur më të rehat nga showbizi vendor. Emisionin sot po e fillojmë me një ngjarje e cila si rrallë herë ka arritur të mbledh yjet të skenës shqiptare në një vend, si e festoi 10 vjetorin Ami Event, kush është të pranishëm, e mësojmë përmes stories të përgatitur nga Giulia Caravella. Ndodhë rrallë herë, Muzeu Historik Kombëtar në Tiranë mori një pamje shik, duke shndruar në një pasarelë të vërtet sharmi. Emra të njohur të skenës, televizionit e politikës janë mbledhur për të festuar së bashku me Amin Ermalin, 10 vjetorin e Ami Event. E si që do rendi, mbrëmja u hap me fjalët e Niko Qirve, për të vazhduar me prezantimin e koleksionit më të ri të fustaneve të Nusërisë. Ne kemi një shprehje, dishim njerëzit me fillin festën, sot ne kemi sot të dy, edhe njerëzit edhe festën. Uroj të kaloni bukur, të kënaqemi dhe ta shijoni mbrëmjen. Faleminderit që jeni këtu me ne sot. Dhe nëse mendoni se kjo ishte e gjatë, nuk keni parë asgjë akoma. Si që dini, ne të dy merremi me prezantim, me moderim dhe kjo letër që unë kam dorë tregon që Ami është më e mirë se unë. Unë duhet ta lexoj. Këtë festë madhështore të kuruar në çdo detaj nga Ami Event, pa dyshim të veçantë bën prania personazheve më të komentuara të botës së showbizit shqiptar. Si duket si event? Për të vërtetën gjithmonë kam qenë e pranishme, kështu që gjithmonë ka qenë diçka e veçantë dhe eksperiencë shumë e bukur për gjithë ne që jemi të pranishëm, për më tepër që ndaj dhe miqësi me Amin dhe me Ermalin, kështu që jam shumë e lumtur që jam këtu. Të frymëzojnë evente të tilla për të bërë evente të rëndësishme në jetë, për shembull ndonjë martesë, ndonjë gjë e tillë. Po normalisht që kur jeni në këto situata fillon edhe mendon, po vetëm kaq, shijon momentet e bukura. Zjat vetëm 2 orë domethënë. Zjat vetëm 2 orë dhe kaq. Por më tepër që në këtë periudhë ka shumë nga këto evenimente, kështu që thjesht po përpiqemi t'i shijojmë. Unë kam ardhur gjithmonë te eventet Ami Event që prej fillimit kanë bërë gjëra shumë bukura, sidomos më pëlqen shumë ambienti këtu. Jam shumë e lumtur që jam pjesë e listës të ftuarve të tyre dhe i uroj shumë suksese. Evente të tilla të frymëzojnë për ku diu ndonjë event special në jetën tënde, tipit martesë me që janë fustane. Jo, martesa nuk e shoh fare në planet e mia. Faleminderit. Faleminderit. Diçka për event shumë e bukur, vjen mirë që jam në 10 vjetorin e Ami Event, shpresoj të jem në 20 vjetorin dhe në 30 vjetorin dhe sa më mbar të jetë si Ami Event në biznesin e vet, dhe sigurisht të nuset, këtë sa më nuset të bukura dhe festat bukura, ashtu si ka qef Ami të organizojë. Me që jemi të nuset, shumë shpejt do bësh vetë nuse. Si po e pret të gjërik? Me Gratina Spodin po bëjmë gjërat bukura dhe jam e bindur që do të kemi një super dasëm që në rreth parë do shijojmë ne dhe pastaj patjetër e të ftuar. Preparuar ato gjërat kryesore, fustanin, të ftuarit, vendin. Fustani vjen këtë javë dhe jam kështu, çfarë do ndodh? Akoma nuk e kam parë nga afër, si është, paktën nuk e kam provuar. Edhe mezi po e pres, vjen këtë javë, domethënë edhe Gratina Spodin ka bërë të mundur që gjithçka të dekoruar në maksimum. Dhe ja kam lënë të gjitha natyre, se të më merr me gjëra tjera aktualisht, kështu që nuk je një nuse kështu e fiksuar që po ta bëjmë të kështu apo më kanë hyrë paketet për momentin. Kam pak biciklete, por gjithsesi përpiqem që mos ta mendoj gjatë, se po e mendova gjatë dhe Ajo është naza. Po, kjo është naza. Do tani është naza martesës. Po dhëndri si ndihet dhëndri? Si ndihet dhëndri? Urdhro? Dhëndri. Akoma sa është? Jo, s'jam dhëndër akoma. Mos të kesh mendje. Jam shumë emocionuar edhe më pëlqen shumë nusja që ka marrë. Që dhe vetë. Që do marrë.
Jo, e kam marrë me shkësi, nuk e kam gjetur vetë. Jam shumë emocionuar dhe falenderoj këtë falenderoj. Falenderoj mamin dhe babin e Orindës që e sollën në jetë, që pasaj e mora unë edhe... Edhe një bebë së shpejti. Jo, bebi mbas dasme. Mbas dasme. Që shpresojmë të më. Edhe përshëndetje për Ekspresin, që është mediumi më i mirë në qarkullim. Për eventi duket madhështor me shumë miq, me shumë të ftuar, që tregon se sa të suksesshëm janë ata që organizojnë sot festën. Kështu që i uroj këto 10 vite të jashtëzakonshme të aktivitetit të tyre, t'i kenë edhe më të bukura dhe të jashtëzakonshme ato të tjerat, suksese pafund edhe urime me zemër. Nuk fare i frekuentoj shumë eventet për shkak të angazhimeve dhe kur kam kohë të lirë dua të jem në shtëpi rehat, po nuk mund mos e humbja 10 vjetorën e Ami event, gjithashtu dhe Amin dhe Ermalin e kam shumë ishtë mirë, që erdha me kënaqësi. Do frymëzon ky eventi të martohesh dhe vetë, pse jo? Do frymëzon ky eventi të martohesh dhe vetë, pse jo? Për të martuar ndoshta jo, po për të hapur një biznes po. Qa bëhet diçka e re nga jeta e Encës? Nuk na ke zbuluar asnjë gjë. Je shumë sekrete. Bën sikur zbulon, të rigjesh prap. Në fakt, kohët e fundit kemi qenë xhirime intensive të disa klipeve të reja dhe punën për albumin e dytë, kështu që Kam prap asgjë s'do më thuash. Asgjë s'do të them, kënga e re del në qershor, ciao. Del nga mesi i qershorit, shpresoj, duke qenë se ka dhe përgjithësi teknike që nuk e kam dorë unë, po që jam shumë entuziaste dhe jam e sigurt që edhe dëgjuesit dhe shikuesit janë entuziastë. Ta bëj dhe një pyetje, po nuk do mërzitesh. Një pyetje, po nuk do mërzitesh. Me Noizin, çfarë bëhet se është atje? Ai do t'ja përgjigjen e kolegut apo t'ja përgjigje tjetër? Si do duash ti? Përgjigja ishte që too much information për një natë nuk është asnjëherë mirë. Okej, të falenderoj shumë. Çfarë them? Shife shkruaj. Sapo ke kaluar një event shumë më të bukur apo jo? E ke fjalën për ditën e djalit. Për dasmën e djalit, ndonjësa. Në fakt, jo, nuk është se ka qenë dasëm, ka qenë një ditëlindje privat party themi, diku një 8 mysafir të ftuar, mirë po jetojmë kohën e internetit edhe ata të 8 vjetë kanë edhe nga një foto, pastaj portajt kanë bërë punën e vetë dhe doli sikur ishte një gjë e madhe. Ka qenë një festë vërtet normale dhe brenda fazave të një feste familjare. Sa u knaq Andra? Unë u knaqa shumë, pëlqen shumë, është hera e parë që vi me një eveniment kështu shumë bukur shumë. Sa të ndihmon si nani me djalin? Sa të ndihmon si nani me djalin? Sa? Jo shumë, po mirë. Sinan, kur është, sa po ke publikuar një këngë në fakt, po kur do vi iti radhës? Në fakt, unë sa kam zirë duetin, dërsa kënga e radhës, videoklipi i radhës është shumë shpejt, themi nga fundi i qershorit, pasi të mbaroj dhe pak Ramazani, do të edhe një këngë time në solistike. Do jetë një verë ngjeshur kjo? Verë ngjeshur kjo me koncerte? Në fakt, kjo verë është tepër e ngjeshur. Unë jam këngëtar i muzikës popullore dhe sigurisht përveç koncerteve kam edhe dasmat. Megjithëse kam marrë shumë pak dasma, edhe them që edhe për 2018-ën mendoj që kam disa evente të rezervuara. Sa për këtë vit jam plot. Do na dhuroni një pudhje? Patjetër. 10 vjet Ami event. Po, ja ikëm 10 vjet kështu. Si ndihesh në mbrëmjen e sotme? Arrit ajo pritshmëritë tua? Ndjem në fakt shumë e privilegjuar që pata kaq shumë miq, njerëz dashamirës rreth vetes, edhe aty kuptova që në këto 10 vite pas kemi bërë diçka të mirë, të bukur, që u ka lënë një shije të mirë njerëzve dhe që kanë dëshirë të jenë me ne dhe që e vlerësojnë dhe që janë me brandin Ami. Ishte stresuese në fakt, po nuk besoj duke pas parasysh se sa evente në ditë ju organizoni apo jo? Jo, nuk mund të them që është stresuese. Puna organizative dhe profili jonë gjithmonë dinamik, ka të bëjë gjithmonë në një countdown të kohës që ti duhet të jesh perfekt në një moment të caktuar dhe nuk ka të dytë, por që është gjë e profilit, domethënë nuk është stresuese, merr shumë kresi. Sa të ndihmoj Ermali kësaj radhe? Mund të ndihmoj. Fjalimi të bukur që bëri. Jo, ka dhe ndihmën e vet gjithmonë me ca vendime decisive.
Falenderoj shumë. Ne do shihemi për intervistë më të gjatë. Patjetër, me kënaqësi. Sa je lodhur për të organizuar të 10 vjetor? Them drejtën jo shumë sepse E ke lënë ami gjitha. edhe stafi bëri më të mirën. Po unë u lodha për të lexuar tekstin. I arriti pritshmëritë premja sotme? Patjetër, kanë qenë rreth 2000 veta, 2000 të ftuar edhe njëri më i bukur se tjetri, dua t'i falenderoj të gjithë. Po e rëndësishme është që fustanet u pëlqyen edhe që Ami Event do të vazhdojë të jetë një nga kompanitë më të mira në treg. Pas një pauze të gjatë heshtje, Dhurata Ahmetaj vjen në Express Rose për të folur për rikthimin e saj me videoklip të ri, si dhe projektet të saj në të ardhmen. Ajo është krahasuar shpesh me yllin Jennifer Lopez sa i përket pamjes së saj. Megjithëse se ndër femrat më të bukura të skenës, Dhurata Ahmetaj është shumë pak e pranishme në media. Pas një kohë të gjatë heshtjeje, Dhurata vjen në Express Rose për të folur më shumë rreth pauzës dhe jetës së saj jashtë aktiviteteve muzikore. Këto kam qenë. Jo marrë ma tepër me fakultet, e kom përfundu fakultetin, nuk është që nuk kom punu në heshtje, po nuk para pëlqej shumë me dalë dhe me fol, me fjallë, kom qef me fol puna jam edhe veprat e mija, kështu që se herë që më keni thirë edhe shumë prej gazetarve, mu kanë i dhnu edhe ju kam jetë hatri, pse më kanë thirë një herë, më kanë thirë 2 herë, e bile shpesh e diskutoj shanona jam, thoj ke shkon intervista se po menojnë njerës që nuk po të thiren, e thash më stani se kësa jere këmë ta plotësu të shire. Po jo, kom punu në heshtje, kom punu edhe për kongë tjera që si pas krejt gjasave konga tjetër ka me dalë në gosht, ka me qenë ma ritmike, ma perore se kjo. Edhe për projekte tjera normalisht që nuk isha pas qef me fol pa u realizu. Mospraninë e saj në portale Dhurata arsyeton edhe me kujdesin e saj ndaj gjërave që publikon në rrjetet sociale, duke hedhur punja në një mënyrë për kolegët e saj, që postojnë çdo gjë për të fituar vëmendje. Nuk e di, unë nuk bëj diçka për me dalë në portal. Unë nuk ndaj shumë sene me publik, unë nuk ndaj çka kom ble, unë nuk ndaj çka ha, unë nuk ndaj çka pi, unë thjesht ndaj një moment caktuar, për shembull xhirimet të klipit, të këngës, një ditëlindje dikujt, një rast me shoqni, mundona me evitu këto senet e përditshme që i bëj, më duken tepër ta me postu gjithçka që më bëj gjatë krejt ditës. Ajo që e vuri në qendër të vëmendjes këngëtaren simpatike ishte lidhja e saj me Argjend Haradinajn, për të cilin këngëtarja nuk nguron të flas as pak, edhe pse tash një kohë nuk kanë as kontakte. është diskutu shumë, unë kom po lajme që ka ndalë, nuk isha pas qef me diskutu për diçka që ka shku, unë vazhdoj me qenë single tash e një kohë gjatë, thjesht nuk ka funksionu edhe kemi vendosur që secili me nda rrugët. Jo, nuk kam kontakte, jo, s'kemi. Do me thonë keq e një nda? Jo, nuk jemi nda keq, po kur ndash me dikan, nuk e pyet që shkalove sot. Thjesht i ndan rrugët edhe s'ki kontakt më me ta. Rrugët Dhurata tash një kohë ka ndarë edhe me bashkëpunëtorin e saj të vjetër Bleron. Me Bleron thjesht nuk ka funksionu bashkëpunimi, nuk kam kontakt me Bleron. Normal që kam respekt për ta, se nuk i shoj njerës që kom punu me ta se është diçka shumë e ollë se shoj edhe veten, po thjesht nuk ka funksionu edhe ma mirë jemi tash se cilin rrugët veta. Dhurata Ahmetaj është ndër të paktat femrat të skenës shqiptare që nuk ka bërë asnjë ndërhyrje kirurgjike në fytyrën e saj, duke ruajtur bukurinë natyrale. Momentalisht nuk kam, e kam veç një pigmentim 3D të buzëve për me më qëndru buzë natyrale, që e kom bote te Utas Beauty, falenderoj shumë. është me i kap permanenti femrave që pritojnë mu lyë si unë, për shembull unë pritoj shumë mu lyën për ditëshmëri, edhe shpeshherë nuk i ly buzët, ato të rinë si të lyme, për ndryshe jo, nuk e kam edhe momentalisht nuk menoj që jam hala e re për me bona intervenim se nuk e di isha tut me mu bo ma keqë, s'kisha pas qa me bo ma ndej që ato
tutna me rreziku shumë. Ndryshe, ka vetëm pak ditë që këngëtarja erdhi me projektin e saj më të ri muzikor, të realizuar me videoklip, në të cilin dhurata duket të jetë hot. Titulli i këngës Di, fillimisht u mendua se ishte ndonjë dedikim. Di, shumë njerëz e kanë marrë si dedikim, nuk është dedikim, kishin shumë e kotë nëse një investim aq i madh i kohës, i punës edhe i krejt sanave ju kish dediku veç një personi. Unë menoj që në këngën Di mundet me gjetë çdo kush vetën, sidomos femrat, edhe në klip munden me gjetë krejt hajna picë, që është e veçanta, dalim klub, kthehemi, kemi, do me thonë janë disa skena që çdo kush mundet me gjetë vetën, për ndryshe kom vendos me jalon Di se është shkronja e pare e emrit tam, edhe nuk ka ndaj diçka tjetër, ndaj dedikim ose diçka. Pas këngës Di, dhurata ka nisur me njëherë punë për projektin e ri, i cili pritet të sjellë shumë ritëm gjatë sezonit veror. Ka mbetur vetëm e pak orë nga finalja shumë pritur e Champions League. Juventusi do të kërkoj të fitoj këtë trofe për herë të parë që nga viti 1996 dhe të shkruaj histori duke kompletuar tripletën e famshme. Në anën tjetër, Reali dëshiron të shkruaj histori duke u bërë skuadra e vetme e cila fiton 2 herë me radhë këtë trofe. E për të diskutuar rreth kësaj teme, sot me mu në studio, i kemi ftuar disa fytyra të njohura publike që janë fans të flak të futbollit, mirë se ardhët, Bleran Stavileci, Juventus, Blero Barcelona, Uki Real Madrid dhe Lindoni Juventus, mirë se ardhët. Gjithashtu sot me mu, gjatë kësaj interviste do të më shoqëroj edhe kolegun i dashur nga sporti, Masari. Blero ti njihesh si një ndër simpatizantët më të flak të futbollit të Barcelonës. Ka qenë finalja vitit 2015, ku shpallët fitues duke mundur Juventusin. 3-1, se ka arru. I cili kësaj radhe pozicionon titullin me kënje pozicionu këtë finale. Mas pari s'po di që më të po këtoj. E dyqysh, unë e di që falem në herët para misionit që është komision një lojë shumë të mirë, një lojë shumë të madhe me 2 ekipet shumë të maja. S'kam stres, këta kanë stres, jone. Si dhe që tjetë nëse veç duna mu pozicionu, duna gjithë shysh më falni fansat Realit, po në për Juventusit, normalisht. Pse për Juventusit? Sepse na jena rival edhe 2 ekipet më të maja të Spanjës, edhe të botës, realisht, Realit dhe Barça. Kështu që nëse duna gjithë shysh me zjedh, atëherë u këmë falë lindon. Nësh po besoj që ka dhe prej aty në tifozëve që preferojnë me fitu Spanjol. Ata po folim tifoz pak. Barcelonës nuk besoj që... Nuk besoj. Blerant, pse Juventusi? Po dhe Juventusin e du prej vitit 1991, edhe njëherë kom pas ma tjepër për shkak të ikonës edhe personit që ka qenë Alessandro Del Piero, kapiteni legjendari Juventusit, dhe prej ati viti jo më lidhë mandi me Juventusit. Edhe është interesant se kom mendu që moment jo që s'ko me dasht mo, për nështë që s'ko me përcjell, kurse ndoshta ka ndodhe kundër ta, që më dhe ala ma shumë i apasionu mas Juventusit, bile si vjetë kom rridhe me i këshyrë 2 lojë live të këti edicioni Champions League-ës, kundër Barcelonës edhe kundër Monakos. Tash ma shumë i apasionu për shkak të një individi, një lojtare, apo si ekipin përgjithësi? Juventusi, ndryshe për ekipeve tjera, mua i lojtarë më ka pëlqyer domethënë Del Piero për shkak se ka qenë tepër i mirë si në fushë ashtu dhe jashtë fushës. Ka qenë një senator për me i tregu nështë edhe një fëmijë që duhet me qenë një sportist. Ka plot që kanë luajtur dhe kanë lënë gjunë si sportista, futbollista, por që nështë karakteri i tyre nuk i ka bëu që çfarë shumë me qenë ose me undje ose edhe me pas gjeneratat e reja për shembull si idhull, Del Piero ka qenë ndryshe. Po tash pse jo më lidh me Juventusin është edhe për shkak të Calciopollit, ajo që ka ndodhur në vitin 2006, tituj që ju kanë marrë, aferave të cilat janë kriju, se mandej edhe ma tepër më ka hypë një farinati, sidomos ndaj ekipeve rivale në Itali, Interin mbi gjitha, që me përcjell Juventusin edhe në ligën e dytë, edhe prape ka dëshmuar edhe një herë, mas krejt asaj që i ka ndodhur, me ardh puna që si vjet jo veç me lujt në finale, po ato që e folëm më herët,
për herë të parë një ekip italiane është në nivelin e Barcelonës, Realit dhe Bayern Münchenit. Sot kur dalin 11 vetat Juventusin në terren, kundërshtarët ja kanë frikën. Nuk ka ndodhur kështu përpara. Në Itali ka qenë gati e pamposhme, po në garat e Evropës gjithmonë ka qenë nëse kur gjohesh në nivel nën Barcelonën, Realin dhe Bayernin. Blero ti pse Barcelonën edhe atë ka rënë ndonjëherë me shku ndonjë lojë live? Barcelonën prej kohës Xhavic edhe Romarios. Unë jam fan si Barcelonës. Kështu që po jam kanë Barcelonë 2-3 herë. Kom kështu lojën në El Clasico, kupën e finales, ku kanë fitu kundër Realit 3-2 në shtëpi. Po është ndjenjë mirë mi pa në El Clasico, kështu që për tifozët të Realit edhe të Barçës mundësisht me shku mi pa në El Clasico është diçka fenomenale, është tjetër nivel, energjia para lojës, mas lojës, mundësisht kur të fiton Barça është e mirë, për ndryshe është shumë keq. Po e du Barçën, ndoshta edhe stili lojës, se për neve kena një arsye pse lidhem me një ekip, kështu që tregova apshe edhe për Blerandin në lojtarët të lëmë përshtypje dhe lidhesh mu kanë koha Romanis edhe Haxhit më ka bo shumë Barcelona fan. Por që tash Messi? Tash Messi normalisht nuk duhet na si tifoz të Barçës na jena shumë falendërues për lojën e tina, për gjithçka që ka bëj për Barçën, për talentin e tij. Mendoj që falë tina Barça viteve të fundit mos gabosha ka fitu shumë tituj. Dhe vazhdojmë dëshmu që me të vërtet është shumë i rëndësishëm për Barçën, nëse më i rëndësishmi, dhe është edhe për vetë, do me thonë, gjithmonë ekipi është më i madh se lojtari. Pavarësisht çfarë emri është lojtari, çfarë niveli i talentit është, gjithmonë ekipi më i madh, kështu që unë jam fan si Barçës, po jam falendërues që është Messi në Barçë. Sigurisht u kiti pse Real Madrid. Për shumë arsye. Nashta edhe pse prej kohës kur unë kom fillu veç me përcjell Realin e Madridit, dhe kom ka qenë viti 98-99, edhe atëherë do me thonë ka qenë një prej klubeve ma suksesshme do me thonë të kohës. Lëshmë me thonë edhe në atë kohë ka qenë ma e suksesshme e kohës si sot që është do me thonë sa vite pas. Është edhe stili lojës që është kogja direkt me kogja atraktiv, do me thonë, me kundërsul me të shpejta, është loj ma dinamike se nashta e shumë klubeve në Evropë që e praktikojnë, do me thonë, i loj me ma shumë pasime. Dhe nuk e di, nashta... Do me thonë, s'ka qenë naj lojtar që te je bu fan si klubit Realit? Jo, diçka në veçanti, thjesht ka qenë qaj stili lojës, qaj filozofia që ata e praktikojnë edhe e rujnë, edhe që ka një dinamik shumë të madhe, shumë interesant edhe mu po. Jo veç prej tifozëve të Realit Madridit besoj, po krejt botës, që e përqenjë futbol. Lindan ti pse Juventusin? Unë për dallim prej Blerandit që prej 91-shin, unë atër është 2 vjetë që kam qenë. Unë për herë të parë, kur kam fillu me pa Juventusin, ka qenë viti 96, atër kur krejt ne si fëmijë dhe kur kemi dalë, kemi lujtë, kemi pas një idhull, ashtu një lojtar të preferuar. Unë në atë kohë disi kam ndru si Zidani, kam pas ashtu numër 1. Po normal, duke mos e lënë anash edhe kapitenin legjendar Del Pieron, edhe lojtarë si Viali, Ravanelli e tjerë që kanë qenë atër lojtarë me nam. Edhe jam rrit disi, kam pas edhe tjerë shoqni, dhe me thonë që e kemi ndarë njëtin ekip, se çdo fillon dashuria nëpërmjet një lojtari që të lidhë me atë klub, pastaj kudo që të shkon ai lojtar, për shembull sot Zidani, edhe pse është trajneri i Realit, e gëzon respektin tim, edhe gjithaj ekip që ai e menaxhon, po mbi të gjitha Juventusi ka qenë ashtu ai pasioni i parë prej klubeve që e kam përcjell shumë andi. A ke pas fatin e ndjek ndonjë lojë live të... Deri tash, fatkeqësisht jo, po në të ardhmen. Me qenë se përmend vitin 96, a do të thotë që e kish ju championsin e fundit Juventusit? Po, do me thonë, atër kam qenë në moshë shumë të vogël, do me thonë 7 vjetë kam qenë edhe ka qenë një përjetim shumë i mirë si fëmijë. E prej atër do me thonë ndroj që të më rikthehet ajo memoria që e presim që sa vite. A pre që nesër të rikthehet ajo memoria pasi që nesër? Besoj, ne jemi optimist, ashtu nuk dojmë me bo parashikime para lojës, me bo ashtu hesape. Si pasti e favorit?
Tash nëse them Juventusi, me siguri që kime thonë Juventusi. Në bazë të formës, rezultateve që i ka Juventusi momentalisht, unë besoj se e ka një hap. Kështu tash si analist, po analizojmë ashtu se prap Reali normal është kundërshtar shumë i denjë dhe me, domethënë, me mentalitet shumë fort. Blero, ka nisim me ty me qenë se këtu nuk je as me Juventusin as me Real Madridin. Juventusi këtë edicion e ka mbrojtjen më të fortë në Champions. Në anën tjetër, Real Madridi ka ndoshta më doptin, pasi ka pranuar 17 golla. Por Real Madridi ka sulmin më të mirë në Ligën e Kampionëve. Edhe kemi dëgjuar shumë shpesh duke thënë që mbrojtja ta fiton titullin derisa sulmi ndeshin. Çfarë mendon në këtë finale Championsit? Tash të Verona pak mbrojti sulm edhe te Barcelona, folëm më herët, mendoj që po lidha pak me pyetjen tonë, mendoj që Barça me 3 lojtarë si Messi, Neymar e Suarez ka arritur deri në semifinale. Por ja që të duhet një mbrojtje e mirë. Kjo lojë ka me kanë lojë taktike, ka me kanë lojë trenerash, hesapet që ata kanë mi bo gjatë zhvillimit të lojës, kanë mi ndryshu garantë të taktikat. Kështu që mendoj që në këtë rast është 50-50, është 50-50 si përqindje mendoj jone. Ndashta pak, jo që jam fan si Barça, pak muna mi favorizu veç pak një nuancë Juventusin, se Juventusi ka mbrojtjen pa diskutim më të mirën në botë për momentin, edhe s'pjana shkaloj Dybalën, Higuainin edhe Mandzukićin që janë jashtëzakonisht rrezikshëm. Kështu që për shta pak më shumë Juventusi. Blero, që kishe bind këta me dosht Barcelonën, me do fjallë? Për çfarë arsye këta ishin dosht? Okej, Lindoni, më falin këtë ka premtu që nëse fiton Juventusi ka me hjek mjekrën. Mare jo mjekrën edhe vetla dhe këtë. Që mos haroni. Dhe që leta merë, që gëzemi premtimi Rono, e di, po ja kishte vlejt, besoj. Jo tjeta, qa kishit bo diqka, do me thonë kitë rast Lindoni ka me hjek mjekrën vetlat. Diqka ekstreme për ekipin favore. Se jo, e kësha bo atë hapë të gëzim shumë. Për çështje imazhit duhet më mbajt, po s'ka lidhe, rritët. Presim më rritë. Gjerant, Ronaldo apo Buffon? Është edhe një duel për topin e artë. Messi t'ja më qefin. Këtë rast po besoj që Messi ka mbeti jashtë. Tash prap është kjo e njëjta që e thash që neve që jemi fansat Juventusit na pëlqen që ka pas një trashëgimi jo veç skuadra si skuadër, po edhe në kuptimin e këtyre personaliteteve sportive. Edhe nështë ka qenë një lloj ngushëllimi edhe kur e kalon Del Piero, që mas ti ka qenë Buffoni, ose edhe ikona tjera që tash janë, për shembull si Marquisio e Chiellini, lojtarë që luajnë një kohë gjatë në Juventus, që mishnohen shumë Juventusin edhe me simpatizues të Juventusit, edhe që janë të mirë jo vetëm për ato që ka e bojnë mbrana fushës, mbrana 90 minutave, por që janë shumë të mirë edhe në kuptimin e përfaqësimit të klubit. Mendoj që historiku i Buffonit, që nuk mund është me nda për ati të Juventusit, me gjitha ato vujtjen ato vite cilave ju referova dhe ma herët, po edhe sezona e si vjetme që një gati 40 vjeqar mbron në atë mënyrë, që të shumë të në rasteve ka peshën një gol që e mbron ai që nuk e len me pësu ekipi ti, është asa një gol që jep Dybala ose Higuaini. Si rasti po i njestës që kishte me ndryshu ndeshin, po kemi pas edhe plot raste tjera si vjetë, ku ai ka qenë vendimtar me paradat e ti. Menoj që nështë edhe vetë Ronaldon me pyet kështu, jo për si vjetë, po në historikun e një lojtari, një personaliteti, kishte me thonë që jo për gjuna, po me të vërtet e meriton dikur si ai që kalon gjurmë, është fol viteve të unë gjithmonë e kom mbrojtë që Buffoni është portieri më i mirë në botë. Edhe në ato vitet kur Juventusi nuk ka shkëlqy, kur dulën për shembull disa portierë si Neueri dhe disa tjerë, edhe thëshin që ata janë më të mirë,
po më duket që prape ka dëshmu ose ridëshmu ma mirë me thonë, që kjo është ma i miri. Me 40 vjetë, me qenë asin niveli, me e bot diferencën loj, nuk e majnë mend do një portjerë, kështu që menoj që aje meriton. Jo, aje ka thonë që do të lunë edhe në kampionatin botnor 2018. Kështu e ka pas paralajmëru para një kohë, po sigurisht që nëse fiton, minimum edhe një sezon. Ma tepëra e ka edhe një çmim e kanë dekoru si portieri më i mirë 20 viteve të fundit. Ndoshta nuk është edhe aq me pesh ai çmim, po që ka vlerë për shpunat e portierat. Patjetër se aty për disa vite ka qenë Iker Casillas. Ndoshta tjera dekorime ka pas, po kjo ka qenë për një asociacionit të sportistave që ja kanë dhuru për 20 vitet e fundit. Është interesant, për shembull atë moshë mi pas ato reflekse, atë instinkti po sop, ato reflekse në atë moshë është për shtaj dëshmon që është portieri më i mirë në botë për mua. Është në atë moshë. Barcelona e di më së miri, po më duket. Po pa rasti Iniestës është më tjera. Disa tjera po qenë. Gjatë gjithë sezonit në Ligën e Kampionëve ka qenë fantastik. Po aty funksionon tash për te kësaj ai muri që Juventinat e njohin si këto që i kanë bo MSN, po BBC, me Barzalin, Buffonin, Bonucin edhe Chiellinin, që faktikisht është triple B edhe si, po diferenca prapë është të Juventusi që viteve të kalume ka pas lojtar kër është dashur me zavencu këta startust, kanë qenë për shembull tipi Padoinit edhe Peluzës, që kanë qenë lojtar mesatar. Kurse si vjet tim pankin, e kini Lichtajner, e kini Asamoa, e ki Barzalin njëjtë, me thonë gati një mbrojtje standardet e cili do ekip tjetër në botë. Edhe me që kjo e ka po diferencë. Po ndrysh, Juventusi dhe ekipet italiane gjithmonë njohë për mbrojtje të forta. Catenaccio dhe ajo që i ka karakterizu. Mendoj që Juventusi, sidomos Conte në fillim, po mandej Allegri, e kanë ndryshu filozofinë e lojës Juventusit. Edhe Allegri si vete ka buat, si me thonë, e ka dhonë testin përfundimtar, se ka pas guximin që me i fut 4 sulmus njëjtën kohë. Edhe unë e kom një shok me cilin jemi 2 fansat Juventusit, kur e kom pat formacionin 4-2-3-1, me 4 sulmus mrena, edhe prej filmit e kom thonë që kjo është viti Juves, po e kom thonë Juven e ke si vjet me triplet. Me gjithë ndeshjet e fundit ka lujt me Alveshin një avancuar. Edhe po flitet si pas disa medjave në Itali, po flitet që Alves do të azë vendin e Cuadrados. Unë nuk e besoj, unë prapë menoj që ka me qene 11 që startu si kundër Barcelonës, ma le kundër Monakos i ka bo disa ndryshime. Në vërtet në kundër Monakos 2 herë ka bo ndryshime se ka lujt me edhe Barzalin, mande e ka avancu Alveshin. Po unë prapë mendoj që ka me qenë Dani Alveshin në rolin e krahut të djathë. Në këtë rast, BBC nuk do të lunte. Qoftë Bonucci apo Barzagli mbetet jashtë? Jo, menoj që BBC është se gjithmonë Buffoni dhe njoni prej 2 Bonucci ose Barzagli janë, Chiellini është gjithësysh. Është fjalla për treshin e mbrojtjes. Po diferenca e Juventusit nështë edhe në krahasim me Realin si vjetë është që Juventusi gjithmonë është dallu si një skuadrë shumë kompakte, shumë homogene. Si vjetë e ka rujt edhe këtë atribut, po i ka shtu dhe diçka tjetër, që në setë cilin pozicion e ka një yll. Për para nuk ka pas e lojtar mesatar. Nga njëherë në sport, edhe lojtarët mesatar i bojnë mirë ekipit, sidomos futboll kjo 11 veta, njeni edhe nëse është mesatar, ndoshta në atë kimin e ekipit funksionon. Po si vjetë, me vërtet, është një 11 që kur del në teren prej momentit në zemjeve, unë asë njerë se kom përjetu, sa do që kom pa për shembull me Barcelonën, finalen me Realin, pra për shembull të Reali e shesi me thonë kështu një birë, të Barcelona si vjetë, me disa lojtarë që nuk janë kush e di se sa, kurse të Juventusi si vjetë është një ndjesi krejt tjetër, kur i shet lojtarët dhe kur i analizon edhe pozit për pozit. Menoj që nëse jo maj miri më botë në pozitën e vetë, gjithësysh njoni për lojtarët Juventusit është në treshen. Edhe nëse merë portierin, edhe Alon e Djatë, edhe Alon e Majtë, edhe Mesfushorin, edhe qëndër Sulmusin. Që kjo e ka botë diferencën si vjetë. Juventusi jo vetë si vjetë, Beran, Juventusi ka një pas në disa vite tash me radhë, ku me të vërtet u këthyra Juventusi ma hershëm, edhe besoj që ka me konë për një 4-5 vite minimum gjithë në finale. Në Champions League, sepse është e ka tash. Jo, nuk besaj. Nuk besaj se tash Juventusi ka kalu edhe me një nivel krejt tjetër
për sa i takon stabilitetit financiar. Më thonë ka një grup mrapa të familjes Anjellit, Fiatit, që kam pas performancë pozitive ekonomike, ata vetë si grup, po dhe në anën tjetër Juventusi me këto sukseset e viteve të fundit, besoj edhe si vjetë do të fitoj shumë, sepse në mungesë të ekipeve tjera, në bazë të asaj shpërndamjes që e bën UEFA, pjesa më e madhe i takon, në vërtet krejt pjesën, si me thonë, porcionin e tortës krejt e merr Juventusi. Edhe në rast në ekipit kur nuk kualifikohet, po, i shkon atij që kualifikohet edhe fiton. Kështu që edhe ashtu ata kanë paralajmëruar që kanë me pas. Unë pres që ata kanë më mbajt krejt yjet, ndoshta me përjashtim të Liechtensteinerit edhe të Leminës, edhe menoj që secilin prej reparteve kanë më përforcuar nga një lojtar, që kam ia siguruar kontinuitetin edhe asaj që po e thotë edhe Blero që 5 vitet e ardhshme minimum kanë me qenë kjo katërshe, ndoshta edhe Chelsea, Manchesteri kanë më rikthy, po kjo katërshe ka me qenë gjithmonë pretendente për me shku edhe në të paktën deri në gjysmëfinale të Ligës Kampionëve. Meqense ceke që Buffon është në formë. Kam u përballë me Cristiano Ronaldo që është portieri i dytë që i ka shënuar më së shumti gola në Ligën e Kampionëve. Sa ja kanë frikën tifozët e Juventusit duke parë ndoshta edhe formën e luhatshme gjatë gjithë sezonit që ka pas Cristiano. Po nëse ka një diçka që ndoshta nuk e ndjej ose parandjej mirë, është pikërisht ajo që Juventusi ka dominuar sidomos me mbrojtjen që e ka pas në gjitha këto ndeshje. Në anën tjetër përballet me një prej sulmeve më të rrezikshme në botë. Edhe nëse shohim statistikisht, atë na kishim me thonë që jo edhe në këtë lojë ka me ndodhur njëjta, Juventusi ka me qenë i pamposhtur, unë nuk e besoj që kjo ka me qenë një lojë që ka me u mbyll 0-0. Një lojë ku i pari që shënon ekipi tjetër që e pëson ka me pas shumë vështirë me përmbys rezultatin, po ato që e tha dhe tim fillim, në gjitha sportet vlen e njëjta. Sulmi e fiton ndeshjen, kurse mbrojtja e fiton kampionatin. Po ma merr mendja që Juventusit ka me u shpagu, po unë nuk muj me ndru këtë format, po nështë viteve tjera ka me ndru, duket që nuk është edhe shumë e drejt, që edhe në fazën e parë dhe në fazën e dytë lunë me ka 2 ndeshje, e finalën dush me lujt me 1 ndeshje. Unë menoj që aty kishte me qenë e mirë 2 ose për me bo hala më interesant, edhe pse koha s'premton, me qenë një vajtje, një ardhje edhe fundit neutrale. Tashti UEFA nuk i mbledh këshilla tona, po nështë antarë nuk ishte me qenë interesant. Na folë shumë uki që ka ideja është ideja e ndeshjes kthimi, domethënë deri formati domethënë kur fillojnë 2 lojë, domethënë vajtje ardhje, ndeshja e dytë, domethënë nëse barazohet gjithçka edhe shkojnë në minutat vazhdim, domethënë goli i Musafirit pse do të me vlet, pse do të me vlet. Me anulu golin e Musafirit, po me kuptoj. Do të thonë tani nuk duket shumë e drejtë. 0-0, po në një gol vlen për shembull jo tash që vlen një 1-5 po vlen normal. Që i shkon më mirë sepse kështu është problem. Se në lojë të parë, domethënë kundërshtari që është nuk e ka mundësinë me shku në vazhdim edhe me jap një gol si Musafir, që i vlen për ndeshjen e dytë. Po favorizohet ky që e lun lojën e dytë. E dytë kthimi. Si dihet ndoshta na përshëndet dikush nga UEFA. Po i pëlqen. I merr parasysh këto këshilla. Express Rozi me Kaltrinë dhe Masarin se ne sa Express është kë. Flasim pra për finalen e nesërme me për Real Madridin. Thash pra që ka dhënë shumë golla më shumti në Ligën e Kampionëve, po ka pranuar shumë. Çfarë ndjenje ki si tifoz i Real Madridit? Është interesant se është pak e përzime, domethënë edhe si ndjenjë, edhe kur e menoj kështu, e kena ndoshta mbrojtjen më të mirë në botë në skuadër, edhe në anën tjetër mbrojtja ka pësuar shumë gola. Padyshim domethënë në 19-ën e vitit na kena pa kush u kon, është Marcelo, është Ramosi, është Sergio Ramos, edhe ata janë pjesë e ekipit, po prapë diçka nuk ka funksionuar mirë në mbrojtje. Unë besoj që me siguri kanë me pasqyru domethënë në ndeshjen finale, kanë rikonsideru pak lojën në mbrojtje Madridi, sidomos kur dihet që përballë është Juventusi që mbrohet mirë, po nëse vendos, domethënë ka hapësirën me kundërsulmu, ka edhe ato armë, edhe do të patjetër taktikisht me qenë shumë të vëmendshëm edhe të kujdesshëm, që unë besoj që atë kohë ka me pas edhe ndeshja, domethënë ekstremisht taktike,
italianë vetë se janë gjithmonë gati kanë atë stil, dhe më thonë janë shumë taktik. Vetëm 3 gole në Champions. Wow. Edhe atë të fundit kundër Monakos, 1 gol. 1 gol, edhe ajo ishte disi 1 gol. Jo edhe aq. Pothuaj se 21 vite trofeu i fundit i Juventusit në Ligën e Kampionëve, gjatë historisë 8 finale. Vetëm 2 ka marrë, që do të thotë 6 finale i ka humbur. I ka humbur, po kjo është ajo pika e zezë që mallkuset e ne, se shumë finale i kemi arrit, edhe nuk kemi arrit që t'i kthejmë në fitore. Edhe kjo është motiv mjaft i madh, të pas parasysh gjithë këtë agjerim gjatë që e kemi pas për trofe, që e kemi momentin edhe atë mentalitetin fitues. Tash kur i kemi ato llogaritjet tona, po t'ishin 2 loja të zherrën e kemi pas një përparësi kundra Realit, në 2 loja kur kemi qenë në faza tjera ma hershme para finales, gjithmonë ja kemi dalë, kemi shku për para. Ashtë edhe në 2015, edhe ma heret, kur ka qenë edhe Del Piero vendimtar në 2 lojat këthyse, edhe kjo besoj që do t'jetë një motiv shtesë për ne që ta ngrejmë atë trofe, dhe këtu pak edhe fatin a duhet në lojat tilla me peshë në finale, duhet pak fat, një kiks i vogël mundet me na kushtu shumë. Unë mendoj që definitivisht mendoj unë që shumë lojë taktike që thamë, po edhe ka shumë mundësi me shku në penala, që nuk është çudi se shumë finale kanë shku në penala. Edhe aty mas andaj prap mendoj që favorizoj Buffonin, sa ai dihet që është pothuajse specialist në penalti. Që ka mundësi me shkullon edhe në vazhdim edhe deri në penalti. Gjithsesi për Juventusin. Jo, po foli, jo, s'kam une se folin kundër Realit, se nuk mune se është ekipi madh. Po mendova si portier që Juventusi ka edhe në vazë është një mirë, shumë. Po, prap. Shumë i mirë edhe ma i mirë, dhe me thonë dallojnë Buffonin pa dyshim është ma i mirë. Këtë rast një përparësi do t'ja jepsha Realit vetëm për pankinën që e ka ma të fort, kështu që çfarë do ndrimi që do të bën gjatë lojës ose nëse shkon loja në vazhdim, ka domethënë mendoj se nuk qëndron lojtar 3 që do t'i japin energji edhe shtytje ekipit. Jo, Juventusi ka pankinën pak më. Edhe gjatë kësaj kohe ka pas një rrezik permanent që t'i shlendu njëri prej këtyre 4 sulmuesve, nuk kish pas avancues deri në bankë. Për shkak se pjaca është i damtuar dhe nuk është në dispozicion trajnerit. Po mendoj që në mbrojtje janë njëjtë, ndoshta Juventusi ka më të fortë pankinën, mes fushë dhe në sulm e ka Reali. Për shembull, nëse te Juventusi del njëri prej Kedirës, Pjanicit ose Markizios, Lemina dhe tjerë nuk janë në nivel, për shembull si në Real që del Modrici dhe hyn Kovacici, ose Jamesi, apo dhe në sulm për shembull që hyn Asensio. Ta shohim, nuk e di, normalisht që krejt jemi kureshtar me pa një përballje të tillë ku për herë të parë nuk dihet. Për shembull atë finalen e 2015-s unë e pa live në Berlin. Po, ajo ditë. Ka qenë më shumë një ringjallë e Juventusit, edhe më tepër me prit mos po ndodh befasia. Se si më thon 90-10 kanë qenë gjasat në favor Barcelonës. Si vjet jo vetëm subjektivisht që nuk po e them që nuk jam 50-50. Po kur gjë një përparësi të lehtë për krejt rrugtimi që ka bëu Juventusi si vjet, jo si tifoz Juventusit, më tepër siç e tha më herët Lindoni si po analizojmë, kisha thënë 55-45. Reali nuk nënçmohet, përkundrazi në një ndeshje mundet me qenë fatal, po nëse marrim kështu veç për një bazë statistikore, mendoj që në përparësi e lehtë shkon ka ana Juventusit. Sidomos kur është ekipi i preferuar, ja jep atë përparësinë. Po fol fiksionalisht, të kundërtën e favorizoj Realin. Mirë, me siguri e mban në finalen e fundit me Real Madridin. E kam fjallën me Real Madridin. Po. A mendoni që këtë rast Juventusi do të fitoj pasi natë tjetër pra është Real Madridi që ka fituar me rezultat minimal 1-0. Unë edhe i mbaj mend ato ndeshje dhe kanë qenë ndeshje gjitha kështu zhgënjyse, sidomos në atë kohë se kemi qenë edhe ma 3 edhe
i kemi përjetu edhe ma vështirë, normalisht tash është pak ma ndryshe, ma leti i absorbojmë edhe humbjet, po prapë e them, ndoshta edhe si ajo që i ndodhi Barcelonës me Paris Saint-Germainin, që ishte një reklam për futbolin, unë atë rikthimin senzacional e kom barazu me një fitimin e Ligës Kampionëve, për shkak se është historike. Edhe atë ditë Barcelona i ka shtu dikunja 30-40 milion fansa, që nuk i ndodhë nështë ekipeve tjera që fitojnë. Ta shtu Juventusi prapë pse një reklam për futbolin, edhe për shkak Buffonit edhe tjerve. Nuk mendoj që e kanë meritu me i hub gjitha këto finale. Se kur jenë një ndeshje knockout, edhe gjatë kampionatit, edhe këti formatit që bën Liga Kampionëve, është i rëndësishëm edhe i nevojshëm fati. Po jo deri në atë masë sa mande një detalj me ta determinu ty 7 muaj, 8 muaj sezonës me një gabim, për shembull, edhe nuk ke mundësi me korrigju, me përmirësu, edhe shkoj titulli. Edhe krejt që ka ki punu, në farë mënyre, anulohet. Metësh në analit sportit, vetë se një finalist që ki shku shumë herë edhe s'ki fitu. Kështu që, po thëmë ndoshta e kundërta, asaj ironist fatit në këtë rast, kishte me qenë që Juventusi me fitu. Jo pse edhe Reali e meriton, jo pse Reali nuk dënë me pasuru vitrinat e veta dhe me një trofe, po prapë Realit tifos të vetë ja falin. Edhe opinioni sportdash, edhe opinioni tjetër diqysh ja falë, se është ekipi me mas shumë të trofe. Në fakt, Reali tenton të shkrua historinë. Bëhet ekipi i parë që fiton 2 herë me Real Championsin. Që kur ka ndru formatin në atë dytën. Po, tashti gjitha ekipet duhet me gjithë gjithmonë edhe ka një motiv ekstra edhe Reali në këtë rast, po nuk mene që aja bën diferencën të lojtarë. Thjesht, ata janë aq profesionista dhe të përgatitun psikologjikisht që e din vlerën edhe peshën në një ndeshje ka të madhe ku me qindra miliona njerëz i përcjellin live në gjitha kontinentet e botës, është një ngjarje që nuk e ka shoqën, nuk mundesh me gjetë në asnjë fushë tjetër, kjo edhe bën sportin madhështor, që në të njëjtën kohë të përcjellin kaq shumë tifoz, simpatizant, bile edhe njerëz që ndoshta nuk e përcjellin atë shumë sportin, por kur e din rëndësinë e një loje si kjo, sidomos 2 ekipe, sepse dim që këtë rast tash me respekt për Barcelonën, po Juventusi, në vërtet Reali, Manchesteri, Juventusi janë 3 klubet me mas shumë të tifozë në botë. Nuk e di tash nështë edhe Barcelona ka hyrë në treshe, po ne di për para, nuk e kom... Ka mundësi vitet të fundit, ka mundësi, po s'jam asë në sigurt. Ekziston mundësia, po që me të vërtet të 4-tat edhe Bayerni kanë diçka ma shumë se sa krejt ekipe tjera. Lërant nëse dikur humbjet i merrni më afër zemrës, sigurisht që dhe fitoret kanë qenë disa mënyrat veçanta që keni festua, ka pas ndonjë rast ku keni reagime të shmendura pas ndonjë goli. Ose ku i shikoni, domethënë ekipet të juaja favorit, sigurisht që në shtëpi nuk preferoni. A din që është Kaltrina, se unë tash e kom për basketbollit dhe vetë kom lujt, edhe kom fitu titull edhe kom hub. Edhe tash si kryetari i klubit edhe kom fitu edhe kom hub. Në vërtet si kryetarës pas na u pas një herë. Edhe si një klub krejt titull. Ka njëherë me vetën luftojmë që tash kemi fitu titullin para disa ditëve, nuk din edhe aq më gëzu. Kur e humbja çdo ditë ranohet më shumë e më shumë. Është tepër ndjenjë interesante që s'mundesh me shpjegu. Unë përpara shumë, kështu si thonë, egzaltu edhe kom festu gollën, tash e marrë në mënyrë më të përmbajtën, është e kom një reagim, sa me thonë, ta ty për atyshëm, po jo diçka ma tepër, kurse në të kalumën, atë shumë ka ardhinate dhe më bo nervëz, sa që ka ndodhë, që nëse kom qenë për shembull musafir tiko, i kom pas dhe djemë tezës që ta shitoj në Amerikë me cilë të kemi shiku këto lojt e kampionatet, i kom thonë, pse më thirët me ardhë të jo për që ato hopëm. Dhe më thonë, qaq këshyrë me gjetë dikun fajtorin, se pranon humbje, sa që gjithë shka të pengon. E të fitoria është, nuk e di, diqysh gëzimi është maj përmbajtën, nuk di njeri mu gëzu qatë sa e përjeton keq humbje. Nuk janë proporcionalisht njëta. Ku ke ka një rast interesant në humbjen? 5-0 këndër Barcelonës. 2010. Po 2010 viti, dhe më thonë Barcelona këndër Realit edhe mbrita pak me vonesën në loj, edhe shpejt shtu, unë drejza para televizionit, përshoj 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, edhe... 5-0 po.
Edhe nëse nuk gaboj, nëse nuk kisha dash me përmend televizionin, po pa dyshim e di që komentuesi do me thonë nuk unë shumë i njanshëm. Shumë i njanshëm, ekstremisht. Ekstremisht, edhe ka qenë një pi rasteve ma të vështira, do me thonë që shumë e kom përjetu për para televizionit, tu e pa një ndeshje, se edhe rezultati do me thonë negativ, edhe komentuesi do me thonë ekstremisht i njanshëm. Andini për garanta, po. Jo. Cili ndonë të Shqipëret që shragon këto raste? Rastin ma të ratë që e kom pas atër me Milanin, kur kemi qenë, kur pa të mbet në 2005-ën, 2003-ën, na falë. 2003-ën Shevchenko, kur na i dha atë golin vendimtar, kur s'mujti me mbrojt aty s'di, s'di as që akon bo, kam qenë i hub, s'doj isha me fol me as kanë. Shumë do një dëshpërim ma të madhë, nuk është se e kom pas, po ka zgjatë me ditë, me jo. S'dil isha për shpijë. Nëse na pret dështim akzim. Pastaj sigurisht jeni prije dhe ngacmime në rrjetet sociale, nuk dia postoni statuse rreth. Unë kam dy raste. Bledo është shumë aktiv në duket me postime. Dy raste kam unë. Kur vjetum, voli gëzimet, kur e kthim kënd të Parisit, kom pas të reagim nuk e di as vetë, më e di që mu ka shtirë zone, edhe su mujtë një javë me arë në veti, edhe në duke. Edhe rastin kur Messi jepi gol tash në fund në La Ligë, edhe aty që shumë konë të najde që mu pa veti mi tavolinët, se na e kena një vend ku i shirëm lojt me uke në me shështin tonë, edhe kom pa që uke u konë shumë keqë. Ama nuk bëj, unë si jam tip që i bëj sillit këshia adin, po unë e gëzohna vetë. Unë në qëri këthimi me përjashtim të tifos të Paris Saint-Germainit edhe të Realit, këtë bota u gëzu. Ti ki pas që ka mundë për studio dhe këta ish lojtarët, Lampardi, Gerardi, jënë qunë për studio. Edhe rastin, 2000 finalja kundër Manchesterit që fitum në Rom, 2009, këna po? Kundër Manchester 2009, ku isha në Rom, edhe festimi u konë dalëm prej asaj kër e këshur në televizor, edhe kur tjetë e veni. Sepse kur tjetë e veni, del me kejt tifoz tjerë, pa i njohë, si ke po kur, bërtet, për qafesh me ta, edhe është diçka kejt ndryshë, dhe që e që përset, tash është në tjetër ndjenë kur je viton një La Ligue, një Champions League, edhe e feston bashkë me tifoz të Barqës, në sheshe të Romës që festojshë na, u konë diçka kejt unbelievable. Cilit litor ja ki më shumë frikën? Janë Higuain, Dybala dhe Mandzukic, që po konsiderohen një treshe e frikshme, apo ndoshta Buffonit, që dihet tashmë cilësia ti në port? Definitivisht është Buffoni, sa i përket Higuainit, ai ka një të kalume, do me thonën, prej Madrideni, edhe paka shumë e njohim, është sulmues i mirë, unë nuk menoj që është prej ma të mirëve, është nashta veç vlerësimi jam, po ka... Ma i mirë se Benzema është. Krejti ma mirë se Benzema. Po ndodhet krejt. Benzema është pak i vëndshëm, kështu befasohet shpejt, shpesh. Po Higuaini është, besoj që është një nuancë ma i mirë se Benzema, po nuk është ku me di çfarë rreziku asaj. Secili lojtar mundet me pas ditën e vet, pa dallim pozite, po ai që mundet me bu diferencën mas shumët edhe që unë ja kom frikën është portieri, është Buffoni, është shumë legjendar, është shumë i madh, unë nëse kisha mujt me paramendu vetëm për ball tina me top, nuk e di çka kisha bu. Kthej që jep gol vetit. Vetit besoj se është pak problem mu përball me një lojtar. Me qenë se admiron kaq shumë, do t'ja kishe dhuru trofeun? Topi të artë. Edhe Champions. Ndoshta e meriton si vjetë më shumë se kur. Është problem, e di që e meriton. Ju ati një keq, për mënaj në aspektin, Juve do të me fitu, edhe Reali do të me fitu, për shta e kuptoj. Është interesant se une për cilë edhe basketbolin shumë, edhe ligën ma të mirë në botë, do me thonë NBA-in, edhe hera parë këtë vetë, do me thonë flitët për një co-MVP, do me thonë, për si me nda për shanë topin e artën në ndësh. Si Curry dhe James atje, edhe këtu Buffoni dhe Ronaldo. Atje janë, këtë vetë janë Westbrook edhe Harden, që janë në bisedë për co-MVP. Unë
e kisha propozu, do me thonë, me kona me topin artë e njëjtë, se shpesh herë i dyti është shumë afër të parit, ka ndodhë dhe vitet e kalume, sidomos në rastin e topi artë i 4 i Mesis, nëse nuk ka bëhe, se i treti, ku Iniesta ka meritu ma shumë se çdo kusht tjetër në botë, po masi do të më marrë veç njoni, dhe të me Ronaldo për këtë vetë. Në këtë rast e barazon Leo Messi, kështu që vlerën me siguri? S'kisha, e barazon po, bëhen 5-5, po... Messi ka shumë për para. Messi ka një 2 vjetë, 1 vjetë e gjysë 2 që është ma i ri, edhe Messi merë një 5 tjërë, garant. Ronaldo, nëse merë dhe 7, nëse merë. Ndoshta me që kaqë. Nëse se në shojnë shprizë. Po. Po më interesant diçka përveç rasteve kur keni probleme shëndetësore jo se familjarët e juve, çka ju ndalë për mos me shiku lojën e ekipeve favorite, masi veç për ju thirëm si fansa të ekipeve ndryshme? Mu veç qika jam. As vetë kur s'muesh. Mu veç qika jam, nëse ajo diçka s'është mirë, nuk e diskutoj. Veç ajo. As non, as baba, as kushtet. Unë jam dëshmitar. Jo, më ka rënë koncerte mu edhe u desh me prit, sepse po, kam prit. Këtu shpesu ai realizatori, inshallah vetëm bërë. Apo kontivozit. Edhe thjesht edhe vetë kur di që ka edhe lojtë mëdha Barça, sidomos Champions League e tutje, e koordinoj që mos e punu qatë ditë, sepse muna, e ka më të luks në aspektin e punës, edhe s'punoj atë natë, nëse veç punoj, pres deri sa të kryet loja, tani. Ti Blerane? Mu jo, unë tash i kom 2 dashnia në sport, Prishtinë në basket edhe Juventusin në futbol, se neve plot na pyesin, po pse jo me këto ekipet e jashtit, për shembull në atë kohë kur kemi nisë me dasht, nuk ka pas, se me thonë, shumë ekipet tona, kanë qenë ato ligat problematike, masa një izolimi, do në me pa një ekip në nivel botnor që e njohin gjithë. Edhe jo as mu, unë shpesh edhe unë, po dhe familja, sidomos baba tash i ndjerë, me te i kemi qyrë gati krejt lojt, edhe unë kom pas shumë qef me i pa bashk, edhe ai pat nisë edhe orët në shtat ligjeratat, me ndryshu të e ditë për shembull që në shtat shtunën në atë kohë mundët me pas Juventusi loje, se për shembull oraret e masditës mund me qenë loje e Juventusit. Për ndryshe, nuk e di, deri sot veç mos me mujt heq, ndoshta me qenë, nuk e di, në aeroplan ku s'ke mundësi me pa lojen, e jo, ato që po thot Blero në këshyri edhe qikën me shnosh, ose me Prishtinë, ose me Ventos, ato e këshyri në televizor, me mashtru. Nuk, është interesant, me vërtet, njerëzit që nuk e dojnë, neve shpesh në shohin për të madhe. E qyshe, pse s'pelen, e qa ka lidhje, që ka të lidhë ty me ta, aji akcionar, por diçka për te gjithë shkafit që nështë një tipi asportiv mund është me jaspjegu, është e vështirë. Po është një ndjenje mirë, edhe në fund ditës, në këtë po kemi angazhime, obligime, ki qef me pa diçka që mund është që edhe të përmbush, ka njëherë edhe të zhgënjen, po që edhe mund është mande me nda me tjertë, ato që tha dhe Blero, me qenë aty në publik, me diskutu, me ugzu, nështë edhe me ujedhnu bashkë, me folë, me pasë që ka me folë. Nuk ka temë sot ma shumë që flitët të na, nëse përveç politikës, që është futbolli, si me thonë, temë kryesore. Kështu ka qenë gjithmonë, kur kom qenë shkollë fillore dhe shkollë mesme, 80% muhabeteve kemi pas me futbol, me sport, të ushty, që të mos të jemë me zveti, kjo ekip ma i mirë, ekip ma i mirë, na kemi fitu, s'keni fitu. E menoj që edhe sot e shohim edhe tunajt, në përshë kudo që e këshyr lojen, gjithmonë kime një zhurën për jashtë që dikush gëzohet për një ekip. Unë edhe tash isha me një lokal, me pa një loj, para disa ditve, patë shumë tifoz të Juventusit, të Milanos, të Barcelonës, të Realit, të Arsenalit, Chelsea, mos me besu ka njëherë. Në anën tjetër, knatësi, po nështë ta kishtë të me qenë mirë veç ato klubet që janë me i pa se sa kanë tifoz në Kosovë. Se nuk ma mërmenja që plët për ty në din sa kanë qatë shumë afekcion njerëzit e na për këto klube ka njerë është e pabesushme. Po nështë ta në munges të klubeve tona është dasht dikujt me ja dhonë dashnin. Sigurisht të ju. Mu ndodh shpesh me hup lojt
në kohë reale, po nuk ju mes bashkë, do më thonë, i shoh ma vonë, ose do më thonë, nuk ka mundësi me mik diqka, edhe nëse nuk e shoh në kohë reale, e nxo hapin me njerë ma vonë. Reprizën. E këshyri reprizat, e këshyri me... Nëse përfundon 0-0? Prap e këshyri, prap. E kom si shprehi, bile nuk e këshyri veç njëherë, ka mundësi që e shoh ma shumë herë, e analizoj mirë, masi se kom pa në kohë reale. Bile i përgatit emocionalisht që ka me gjithë. Ajo po, normal, nuk është e njëjtë, si me pa në kohë reale si jo, se ti para praktikisht e din që ka përfundu ndeshja, po e di që unë e bëj lëshime, do me thonë, nuk është që anuloj gjithë shka për një lojë. Bile ndona, ka diçka që të nalë për me përcjell ekipin të favorit? Jo, nuk më nalë, bile edhe incizimet, kështu, kur i kum pas në studio, ose diçka të rëndësishme, i kum anullu, ose i kum shtyp për ma vonë. Kom pas diçka të rëndësishme me kry, s'ma ka një Juventusi, ka qenë primar, pastaj incizimet e këto. E njëjta vlen edhe me siguri edhe për nesër. Dhe për nesër diskutohet, s'kemi një rast mija. Pra, to është pri që gatshëm. Okej, për fund atë japëm një mendim të rezultatit. Po nisim me Bleron. Masi veç nuk është ekipi ti të lutë. Adi qysh? Do shta në këtë rast pa i notit e Madridin. Jo, absolutisht, do shta me thonë. Besoj që kryhet loja një, edhe vazhdime dhe përfundojnë penala. Sa me sa për Juventusin. Ja, shqisare. Kështë që në penala nuk dihet. Golet apo s'ke golet? Një, loja kryhet. Kush i shënon? është problem me thonë, veç me rëndësi është Ronaldo mos më shumë gollë. Në këtë rast do të aparaton të Messi, se Messi momentalisht është golashënuesi më i mirë. Po, pikërisht për çata. Kështu që, ja, nuk e di, është problem kjo lojë, shumë problem kush jep golla, po unë mendoj që një kryet shkojnë në penalla. Mendojnë. Beran? Po po thëmë 2-1 për Juventusin. A mi kalzu edhe golashënu pa vazhdime. Me siguri lojtar që i preferon kush? Për golla? Po. Dybala, Alves edhe Karaoli, Benzema, se Ronaldo s'lu mirë, a i se s'ka lujtë të në kohën mirë e një. Veç është në formë. E menova ta shpejt, se nuk është që e ku menu ma heret këtë punën e rezultatit, po unë besoj që ka me qenë 2-1 të mirën e Real Madridit, bile ka me avancu 2-0. Dhe besoj që përpjekjet e Juventusit s'ka më kënë mjaftueshme për me barazu. Si golashënues, kisha mujtë me imaginu... Ndoshta Ronaldon që me barazu Messin? Benzema dhe Ronaldo me siguri. Benzema dhe Ronaldo, për Juventusin nuk e di, dikush për mbrojtësave. Isco. Mendoj. Për Isco në kare. Blerandi sigur më lexojnë balë. Është një problem. 2-1, ai rezultat, edhe unë kisha thonë, Dybala edhe Alves, masi janë tash lojtar pak ma të nxehtë ashtu, ma në formë, ndërsa për këta Isco, edhe s'di, a do t'jepni ndonjë shpërblim se Besoj që ka njerë që kanë me lujtë bastore dhe ju përcjellë. Po mirë, atër edhe ne po lujtë, po presim. Kur nuk i dihet nëse fitojnë, ju kërkojnë për mjo shpërbly. Për këto mendime, okej, ju vendëroj shumë që gjetët ku ardhët në studio. Ja dham një freski pak edhe emisionit Express Rose me qenë si një fytyra publike, po jeni dashamirë të sportit, saktësisht futbollit. Faleminderit edhe një herë. Ka vendosur që të mos ekspozohet më si më parë, duke u përkushtuar Fes Islame. Vallëtarja Donjeta Kosumi, e njohur me nofmën Kallashi, vjen në Express Rose për të folur më shumë rreth këtij ndryshimi dhe planeve në të ardhmen. Shkojmë me historinë e përgatitur nga Suzana Hajradini. Besimtarët muslimanë në tërbotën tashmë ka nisur muajin e Ramazanit. Në mesin e besimtarëve të shumë që kanë vendosur të agjërojnë, janë edhe shumë fytyra të njohura publike në vendin tonë. Atyri është bashkangjitur edhe njëra ndër femrat më të përfolura të skenës shqiptare, vallëtarja Donjeta Kosumi, e njohur si Kallashi. Për Donjetën, ky është viti i dytë që agjëron.
Me thonë të drejtën, do me thonë edhe vitin e kalume dhe këtë vetë, jam të agjeru, do me thonë, me kismet. Inshallah jam shnoqe mirë. Mirë, nuk me kam fështirë, ditën e pare këm posë shumë letë edhe dytën. Edhe sot është pak ma nëzat, koha, po ta shofim dhe i niftar, inshallah mundem. Gjatë këtij muaji, Donjeta ka vendosur që t'i ndërpres të gjitha aktivitetet e saj, edhe pse e pranon që nuk di shumë për fenë së cilës i përket. Jo s'tash që s'di vash kur gjohet, por nuk kom lexu Kur'an, edhe do me thonë që akum një o gjollar, që akum një të afermi të folë për fe, që do të mu falë gjatë Ramazanit, pa i falë vaktet, ose zbën me flaj du të me ninu Ramazanin, taman të shninohet. Ti shumë sane, kum një shumë sane, kum po shumë sane. A i kemi ndalë këtë aktivitetet gjatë muajt shenjt Ramazanit si vallëzimi e këto? Po, gjatë muajt shenjt Ramazanit normal, e kum anullu, si kum anullu kështu, po i kum nalë për shkak se zban ditën me xhiro dhe natën me shku ku pijet alkoholin. Vallëtarja njohur nuk ka qenë asnjëherë në xhami. Ajo me një hoxhë është takuar për herë të parë në momente të vështira të jetës së saj. Jo, nuk jam kanë, edhe nuk e di, nashta shkoj. Pse, po si jam kanë se... Si jam kanë, pse si kanë? Po ka shumë pak shqiptarë që kanë shkue. Si jam veçën e vetë një. Jam taku me një xhallar, do me thonë më ka të regu kur ka ndru jetë babi jam, që më ka thonë që kur t'i bën se di sa ka në para pa me vjetë, do me thonë me shku mja regullu vorin, ma ka spjegu qëta. Po, kam falimderu shumë. Por, a do të martohej me një hoxh ajo? Me më pranu me ta në asane, tani më mështi në vale. Po, më pse jo. Përkushtimi ndaj fesë ka bërë që Kallashi të pendohet për disa gjëra në jetën e saj, po të mund të kthente kohën mbrapa, mbase nuk do ta njihnin fare. Unë nisan gjithmonë e thamë, nëse nuk muj me bo mirë, mos me bo keq. Edhe nuk mendoj kërkujna me bo keq, edhe krejt do me thonë që më thojnë mu pse po një non, ose hajde mos një non, s'ka lidhje veç mu ka në zemrën e mirë. Normal, e di që do me thonë, do të me pas zemrën e mirë, s'ka lidhje pse një nanë ose kështu gjunat mi falë. Nuk është që jam pëndu, krejt që a kisha dosh me këthy dhe njerë që shumë ka në vogël. A kisha ndryshu do me thonë gjithë shka sa i përket? Po, gjithë shka. Për shembull, s'kisha dosh më kanë fytyrë publike. Me vallëzim a ishe mirë? Jo. Hec. Janë bërë tashmë disa kohë që Kallashin nuk e kemi parë si që jemi mësuar. Ajo ka ndryshuar edhe në paraqitjen e saj, duke mos u zhveshur si më parë. Jo, edhe me thonë drejten, edhe pa ta shtu pesh, edhe kum fillu shumë me majt edhe dieta, edhe s'po më pëlqen. Më ka duk interesant fillim, u ka mbuje madhe edhe si farë sanet tripat vallëzimit, kum bo sanet që si ka bo as njona, edhe tash s'po më do këtë interesant kur gjo. Vallëtarja njohur e cila jeton vetëm me qenin e saj Zionin, megjithse ka ndërprer aktivitetet të cilat i sjellin të ardhura, ato i siguron diku tjetër. Unë për momentin s'jam e sigurt, po edhe 2 ditë u thoj për Amerikë, kështu që ku i marr parët, kum punu më herët. Kom shikë në shqiptar. Aktiviteteve të saj Donjeta do të rikthehet me përfundimin e muajit të Ramazanit. Me datën korrekt, do të publikohet videoklipi i saj i ri i xhiruar në Dubai. Muslimanëve ju uroj agjerim të lehtë edhe Zoti ja boft kabull. Po vazhdojmë me një historie mjaft interesante që na sjell një personazh po ashtu shumë të dashur për publikun, për kë bëhet fjalë dhe për çka e shohim së bashku. Aqen, me këto 14 vjetë që bëj muzikë, absolutisht koncerti më i bukur.
ishin fjalët e Alban Skenderajt gjatë koncertit që ProCredit Bank e organizoi në Prishtinë për nder të 17 vjetorit të bankës, duke festuar kështu edhe ditën ndërkombëtare të fëmijëve. Të enjtën në kryeqytet u dëgjuan tingujt editarit të Alban Skenderajt, tinguj këta që mblodhen mijëra qytetar te biblioteka kombëtare. Faleminderit nga zemra, është mirë që të mos ta humbas mendjen. Nëse ngrini duar, ndoshta ju shoh më kollaj. Krishtina, kjo është marrëzi. A ka edhe ndaj brava? Moti me shi nuk u andali entuziazmin mira të pranishmëve në koncertin madhështor, i cili filloi dhe u përmbyll me emocione të shumta. Me më shumë se 30 instrumentist, Alban Skenderaj dha një spektakël të jashtëzakonshëm, të mbushur me emocione si asnjëherë më parë. Mund t'ju falenderoj nga i pari dhe i fundit që jeni sonte këtu, nëse jeni edhe dëmojnë. Persona të gjitha moshave ishin pjesëmarrës në këtë ditë që i dha Prishtinës festën që do të mbahet mend gjatë. Madje, shumë prej tyre kishin udhëtuar nga vendet e ndryshme të Kosovës për t'i dëgjuar tingujt që vetëm Alban Skenderaj diti dhuroi. ProCredit Bank tashmë ka bërë traditën e vet me dhënien e spektaklit të fishek zjarreve, që u pritën me padurim nga të gjithë. Shikues të dashur të Express Rose, këto ishin të gjitha që kemi përgatitur, sa i përket kësaj jave, ju falenderoj nga zemra për vëmendjen, duke lënë takim në javën e ardhshme, në të njëjtin vend dhe në të njëjtën kohë. Mirupafshim.